أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Si çdo herë e falenderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë. Vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet më të ngrohta i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidun Majid. Fjala më e mirë, të nderuar vëllezër, nuk ka dyshim se është libri i Allahut, Kurani. Kurse udhëzimet më të mira janë udhëzimet profetike, udhëzimet e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqijat janë bidatet, risit në fe. Çdo bidat risin njeriu në çon në humbje dhe çdo humbje përfundon në xhehenem. Elusim Allahun te baraka wa taala Allahu të na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Dhe lutim Allahun te baraka wa taala, Allahu të na bëj nasib xhennetin ya rabbel alamin. Lutim Allahun të ndihmoj muslimanët anë mban ku kanë probleme dhe të lashe. Të rit dhe të reja tona Allahu të i udhëzoj. Pleqtan Allahu t'i forcoj. Trit tanë, Allahu t'i udhëzoj. Fëmit tanë, në frymën islame, Allahu t'i mësoj. Lusim Allahun Gjellëshanu, Gjelle Gjelalu, këto ibadete dhe këto adhurime, të cilat i kemi bo, vetëm për Allahun subhanu wa ta'ala, Allahu t'i pranoj, ja rabbel alamin. Vëllezër, 20 ditë kaluan, shumë shpejt. Na kanë mbetur edhe 10 ditë nga ky muaj i Kur'anit. 10 ditë që i fundit. Nëse dikush apo dikujt për muslimanëve dhe muslimaneve i ka kalu 20 ditë që i parë, ndoshta s'ka agjëru, ndoshta s'është fal, ndoshta s'është pendu, ndoshta s'është kthy në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ka qenë i hutuar pas kësaj dynjaje, Allahu pe e thirr. Pe e thirr mu kyç apo mu regjistru në kupën botrore. Ajo është nata e kadrit. Mos t'i humnin shpresat dhe i mytin nga Allahu. Nëse t'kan kalu pa agjerim, ki bom kate gjunahe, mos e hum i mytin prej Allahut. Allahut fal, ktheu. Edhe 10 ditë kanë bet. Nga ky muaj i madh. Mos i humb shpresat nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu i fal gjitha mëkatet gjunat, vetëm nëse kthehesh. Vendos. Nëse dikush në 20 ditë që e lam pas ka qenë i mungut, ka adhuru Allahun, ka agjëru, por nuk e ka shfrytzu as sa duhet. Nuk i ka shfrytzu këto ditë dhe këto net as sa duhet. Ai din veten.
Ai e vërteton vetën e vet në raport me agjërimin e vet, se si ka qenë në raport me adhurimet e veta ndaj Allahut, se si ka qenë në raport me familjen, në raport me xhamin dhe kështu me radhë. Nëse i tilli është kështu, atëherë 10 netëshin e kije përpara. Angazhoju, përpjeku. Shto dozën e ibadetit. Shtojt mirat, bile në 10 netëshin e fundit. Nëse s'mundesh kur gjë me bë. Prej ibadeteve, në çdo natë në syfyr, ka 10 herë, nga 10 herë, thuaje apo lexoje suretul Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nëse ja qëllon me leximin ton natës kadrit, shkruhet te Allahu Azza wa Jall sikur kret Kur'anin që ke lexuar. Nëse je till o vëlla, apo i motër e nderuar, ki pas mangësi, se ki shfrytzu as sa duat 20 ditëshin, atëherë e ki mundësin tash në 10 netëshin e fundit, duke u ngrit natën para syfyrit, 2 reqat, 4 reqat, lexim Kuranit, gjatë ditës dhikër, para dite, mas dite, dua, lutje, istikfar, tobe, dhe kështu të më radhë. Por nëse të tjerët nga muslimanët kanë qenë ata të cilët i kanë shfrytzu mirë 20 ditën e parë nga ky muaj i madhruar, atëherë le të përpjeken edhe më shumë. Le të përpjeken edhe më shumë, sepse nata e kadrit. Le të lodhen. Mundohemi e të nxojmë natën e kadrit, që shpërblimi është më shumë se 82 apo 83 vite ibadet. Të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndru jetë. Ai ka shku te Zoti. Po neve na kalon Kur'anin edhe Sunetin. Ne kalon 2 porosi. I kemi në mesin ton. Vëllezër, a pe dini se në natën e kadrit zbret me laqa më e madhe? Me laqa po zbret. Po zbret me laqja më e madhe, Gjibrili, në natën e kadrit. Me te po zbresin edhe shumë me laqe. Sa që thot pejgamberi a.s. në natën e kadrit, zbresin shumë me laqe, ashtë sa ka guraleca në fytyrë tokës. Gurzat vogla, që ka shumë me laqe që zbresin nga qielli, dhe me to Gjibrili me laqet. Po zbresin, dhe na gjallë, po jetojmë, po përjetojmë, po mundohemi se cilin nga ju mu përpjek, mu angazhu që me nëzon këtë natë, me ibadet, qofte edhe me 2 reqat namaz nate, qofte edhe me 2. Nëse bon ma shumë, kjo është edhe ma mirë. Nëse s'mundesh hiq 2 reqat para syfyrit, apo 2 reqat, shko në xhami ku falet namazin natës. Ndoshta mundesh me ja qellu. Sepse me laqet po zbresin. Shumë me laqet po zbresin. Gjibrili me ta po zbret. Edhe po qëndrojnë kështu derin në sabah, në namazin e sabahut. Të nderuar vëllezër, pejgamberi a.s. njëherë ka mendu se nata e kadrit është në 10 ditëshin e parë. Ka mendu se nata e kadrit është në 10 ditëshin e parë. Dhe ju ka thonë sahabëve, përpjekuni që të nxini natën e kadrit në 10 ditëshin e parë. Pastaj ka menduar se është në 10 ditëshin e mesëm. I ka këshillu sahabët, ju ka thonë, përpjekuni që të nxini natën e kadrit në 10 ditëshin e mesëm. Sahabët janë përpjek. Pastaj, i dha Allahu mygjden,
pejgamberit a.s. edhe e lamroi dhe përgëzoi dhe i tha: o Muhammed, nata e Kadrit është në 10 netëshin e fundit. Ja tregoi edhe datën. U gëzu pejgamberi a.s. I tregoi. Allah i tregoi, i tha: nata e Kadrit është në këtë datë. Përqëndroi ja Rasulullah edhe përgëzoi muslimanët. Pejgamberi a.s. po vraponte me shku në xhami, me i tregu sahabëve se kur është nata e Kadrit. Sahabët në xhami po e presin myshdën nga i dërguari i Allahut. Nata e Kadrit, nata në të cilën Allahu Azza wa Jalla e ka zbrit Kur'anin. Inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adraka ma lejletul qadr. Lejletul qadri khairu min alfi shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Se cili për juve këtë surje ja dini dhe përkthimin, nuk ka dyshim. Sahabët po presin. Kur hyni pejgamberi sa në xhami të ndëruar vëllezër, sa filloi për më u tregu datën se kur është nata e Kadrit, i nitën disa zona jashtë xhamis. Pejgamberi selam, 2 njerëz po përlahen, po kacafytën, po i ngrisin zërat, kurse Resulullah në xhami me sahabët. Pejgamberi ndërpreu dersin. Sikur tani tash unë po ligjëroj këtu në hutbe, ditë e xumon, ditë më e mirë e javës, me i ndëgju disa zora jashtë, tu përla. A ka kuptim hutbeja këtu? Unë juve mi u ligjeru, kurse 2 vete jashtë po rrehen, a ka kuptim ligjerata? A ka kuptim namazi i gjumos? Ka kuptim, hup kuptimi. Une mundona, përpjekna, me ju kallëzu, ju i keni vesht jashtë. Bjen kuptimi dersit. Bjen çdo sen do të muqu edhe me shku jashtë me qysh ka po ndodh. Kush janë ata 2 vetë që po përlan para xhamis. Pejgamberi alayhis salam ndërpreu ligjëratën, dulen jashtë me sahabët. Ja 2 vetë nuk peçojnë mirë. Pejgamberi alayhis salam i muri me të mirë edhe i futi në xhami mrena. Kur vazhdoi mu i tregu me vendos me ju kallëzu se kur është nata e Kadrit, e harroi pejgamberi alayhis salam. Ai kishte me mujtë me thonë nata e Kadrit është me 27. Kishte me thonë nata e Kadrit është me 21. Kishte mujtë me thonë nata e Kadrit është 23, 25, 29. Kollaj kishte me qenë për Resulullahun. Shumë kollaj kishte me qenë. Me haru vesh një numër, por Allahu i harroi. Ja fshiu premendjes. S'ka o ti Muhammed mi kallëzu ymetit ton se kur është nata e Kadrit. Pse? Derisa musliman bën vllazë, e kuptojnë njëri tjetrin, e dojnë njëri tjetrin, e përpjekën me dalë në xhami, e vllaznohen, e takojnë syfyre, e takojnë niftare, i largojnë gibetet, më thashë thënet, vllaznohen, ja zgatin dorën njëri tjetrit e duhet me lyp. Se përndryshe, nëse ummeti jot kështu të përçahet, kur s'keni me mujt me kuptue vllaznillokun, kur s'keni me mujt me kuptue butësin, qetësin mesin e juve. Pejgamberi e la dersin, se s'ka mu kuptim dersi. Çdo herë kur muslimanët kanë mu përqa, s'ka me pas kuptim dersi, s'ka me pas kuptim ligjërata. Atëre kur muslimanët kanë mu konë bashk, atëre Allahu Azza wa Jall ka me zbrit bereqetin edhe rahmetin. E harroi pejgamberi alayhis salam. Pastaj çka ju tha? Iltemisuha fil ashr al awakhir. Tha kërkoni natën e Kadrit në netët tek, e dini. Në netët tek kërkoni natën e Kadrit. Në netën tek 21, 23, 25, 27 edhe 29. Apo në çdo natë. Sigur që tham, muslimani, besimtarja duhet mu përpjek aq sa ka mundësi. Sigur që thot popullet e na me takat. Duhet me bë tash një plan program në 10 netëshin e fundit.
Qëre s'ka kuptim, nata e kadrit, te ti, te une, nëse ti nuk fol me babën tonë edhe me nonën tonë. S'ka kuptim. Nuk ka kuptim nata e kadrit, te une dhe te ti, nëse ti nuk fol me vllajën tonë, me motrën tonë. Nëse ti nuk fol me ndoni xhamatli. Nuk ka kuptim. Nëse ti mbeturinat e tuja ja qet kujshijes tënd, nuk ka kuptim. Këto duhet me pas parasysh. A ki pa i haxhiu kur do me shkon haxhillëk? Tonëve duhet mi kërku halallëk. Se tutet se Zoti s'ja bon kabull. Çka duhet me bë? Duhet tonëve apo ma boni halal. I ka bë dikush pa drejt apo si ka bë pa drejt, ai duhet me kërku halallëkin. Edhe na duhet me kërku halallëkin e njëri tjetrit për me na bë Allahu azza wa jall kabull natën e kadrit. Se sa shumë vepër e madhe, shumë punë e madhe. Gjibrili po zbret brej. A ju kujtohet për para juve vëllezër, nuk e kena ditë, e kena bo pa vetdije, se kena bo, kemi dalë në për balkonat shtëpive, ku i kemi pas ato, në për kulme kemi dalë, natën e 27, edhe kemi najtë e kemi qërë havar në alqiel, diri sa është zdrit. Diçka tjetër s'kemi bo, kemi mendu që, prap u koni çfarë lloj niyeti i mirë, kemi dalë, kemi prit, po s'kemi bo adhurim, s'kemi adhuru, s'kemi bo kur gjë. Kemi mendu që duhet me dalë në balkon, ose duhet me dalë jashtë edhe me këshyr qiellin derisa të zdritet e që e nata kadrit. Edhe çka u bë pastaj, nonat tona kanë bo havëll, gjyshërit tonë kanë shku me ble semita në sabaheret edhe u krye. Allah i shpërbleft ata për njetin e tyre se ata kanë vazhdu, ata ja kanë nis, na për vazhdojmë ka rruga hajrit inshallah taala, o xhamatin nderuam. Pejgamberi jon Muhamedi alayhi salam, kur kanë hy 10 netshit e fundit, ai qadha ahlehu, e ka ngrit familjen e vet. Ju ka thonë familjarëve, o faluni, lexoni Kur'an, boni dhikr, se Allahu azza wa jall e ka nderua ummetin Muhammed me zbritjen e Kur'anit. Çdo pejgamber ka përfundu, ka shku me mugjizet e tyre dhe me mrekullitë e tyre. Mrekullia vetme dhe mugjizja vetme që kanë bete te ummeti Muhammed është Kur'ani. Sot e kemi në përduar tona, një pjesë e Kur'anit është në dorë të Allahut, kurse pjesa tjetër është në dorë tona. Sa duhet na me punu me Kur'anin? Sa duhet na mu gjyku me Kur'anin? Sa duhet na mi përfill urdhat e Allahut në Kur'an dhe mu ndalu për ndalesave? Kur'ani duhet me qenë navigon për jetën e besimtarit. Për çdo çështje dhe problem ju kthye Kur'anit edhe Sunetit, sa aty është rruga e shpëtimit. Ai që nuk i kthehet Kur'anit edhe Sunetit, Allahu do ja vështirësoj jetën këtë dynjë dhe në botën tjetër. Elhamdulillah që e kemi kiblen. Elhamdulillah musliman që e kanë kiblen. Elhamdulillah që muslimant e kanë profetin e tyre Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i fundit. Elhamdulillah musliman që e kanë fenë e tyre Islamin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula wajabat lahu al-janna. Kush është i kënaqur që feja e tij është Islami dhe është i kënaqur që Allahu është kriju si ti dhe është i kënaqur që Muhamedi alayhi salatu wasalam është i dërguar i tij, wajabat lahu al-janna, i obligohet xheneti Allahut subhanahu wa taala. Wallahi pasha Zotën, një natë për netëve, 10 net që të fundit, sa i përket ibadetit, agjerimit, kur nuk mundet mu kompenzu me një natë tjetër jashtë muajit Ramazanit. Në çdo natë, prej netëve të muajit Ramazanit thirr një thirrës. Ja baghi el khajri aqbil, o ti i cili po do me bo khajr, vazhdo, mos ja shkoç, mos ja ndal khajrit, vazhdo me bo punë të mira dhe vepra të mira. Wa ja baghi e sharri aqsir, o ti i cili po do me bo sharr, ndalu të keqes, ndale të keqen. Allahu në çdo natë vëllezër liron njerëz prej zjarrit të xhenemit. Luta Allahun, që Allahu me të liru nga banorët e zjarrit të xhenemit dhe luta Allahun që Allahu me të regjistru emrin ton në listën e banorëve të xhenetit. Pejgamberi alayhi wasallam e kemi shembull, Resulullah e kena yrnek e kemi Resulullahun. Kur kanë hyrë këto 10 ditët dhe 10 netësh i fundit, e veçanërisht nata, ahja lejlehu,
e ka ringjall një pjesë natës. Me shka i ka ringjall? I ka dhes qirat natën? I ka dhes dritat? Jo, i ka ringjall me ibadet, me adhurim, me namaz nate, me nafile, me lexim Kuranit, duke u përpjek me nxon natën e katërt. Kush? Resulullah. A se ka falë Allahu pejgamberit alayhis salam mëkatet, edhe gjunat të kalumet edhe të pastajmet? Ja Rasulullah, Aisha radhiyallahu anha i thot, ja Rasulullah, po shumë po bën ibadet, sa që dhe komt ju ajshin pejgamberit alayhis salam, sa që i plotësishin edhe komt gjak. Se namazin e natës Resulullah e ka pas farz. Ja Rasulullah, bashortja vetë për thot, shumë po falesh bre. Tha, oj Aisha, awala akunu abdan shakura, a mos jem rob falendërues me falendëru Allahun, e neve sa kemi nevojë. Bile qëto që na kanë met. E dalim nga ky muaj dhe natë të pastër. Të pastër nga mëkatet dhe gjunat. E ka ringjall një pjesë natës, e ka ngrit familjen e vet, wa shadda mizara, dhe ka shtrënguar rrypin e vet, do thot është distancun nga gratë e veta, ka nejt në itikaf. Itikaf do më thonë është izolu Resulullahu në xhamis. Ka dalë për xhamis deri në natën e Fitr Bayramit. Kjo është për sunetit e Resulullahut, edhe gratë e pejgamberit kanë nejt në xhami, edhe sahabët kanë nejt në xhami, duke i madhru këto netet e fundit. Ka pas prej selefëve tanë të ndëruar vëllezër, për parëve tanë, që në çdo javë kanë bohat me Kuranin. Për të parëve tanë, për selefëve, për tabeinëve, për etbau tabeinëve, për dietarëve të mëdhenj, Allahu i ka dhënë bereqet në kohë. Domethënë çdo javë kanë bo hatme. Domethënë kur kanë filluar prej të honës, dillan e kanë lexuar një herë Kuranin. Kur hynte muaji Ramazanit, në çdo 3 natë bojshin të ndëruar vëllezër hatme të Kuranit, në çdo 3 net. Në 10 ditët e para, në 10 ditët e mesme, edhe në kurse në 10 vëllezër të ndëruar. Selefët, qëre na gjatë muajit Ramazanit, dikush ndoshta ka pas emocione kur ka fillu dita për Ramazanit e dita e 2 deri në ditën e 7 deri ditën e 10 ka fillu me lexu Kur'an. Pastaj në ditën e 10 që aty ka mbet. A keni pa ditën e parë, 2-ën, 3-ën plot xhamia është me xhamat në xhami me teravih. Si të bëhet dita 10 nena zbrazet xhamia. Mesin asnjë saf në xhami. Jo vetëm të na, por në krejt xhamiat. E kur bot 10 ditë që i fundit, më flenë gjumë dhe s'qonë për gjumit më. Pritojnë me dalë, më u falë, bile 2 reqat. Duke mos i adit vlerën, ata të partë, para Ramazanit në çdo javë kanë bo hatme. Në 10 ditë e para të Ramazanit, kur ka hi muaj Ramazanit, 10 ditë e para, 10 ditë e mesme, në çdo 3 net kanë bo hatme. Kur kanë hy 10 netët e fundit, në çdo natë kanë bo hatme të Kuranit. Nas po jemi gjendje, një hatme me bo për Ramazan, njëherë me lexu Kuranin. Njëherë me lexu Kuranin, cilën faqe kemi met? Cilën faqe kemi met të ndëruar vëllezër? E këshilloj veten edhe ju, ku kemi met me leximin e Kuranit? Ku kemi met me leximin, jo vetëm me ku kemi met edhe me praktikimin. Aty çka lexohet duhet më praktiku. Elusim Allahun xhalla shanu wa xhalla jalalu që Allahu më na udhëzoj ya rabbel alamin. Elusim Allahun te bareke ve taala Allahu më na forcu. Elusim Allahun xhalla jalaluhu rimin ton Allahu më udhëzoj ya rabbel alamin. Kështu që ka thënë pejgamberi alayhis salam, përpjekuni dhe angazhoni që ta nxini natën e Kadrit, që pozita e saj është shumë e madhe tek Allahu subhanahu wa taala, do të thonë që të pendohemi, bëjmë tobe dhe istighfar, ta bëjmë një orar, ta shfrytëzojmë kohën, netët, ditët që na kanë mbet në fund, inshallah, ta marrim shpërblimin nga Allahu subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thoni astaghfirullah nga zemra juaj. Thoni astaghfirullah, astaghfirullah, yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.